Mi mbrëma të ndëruar shikuese, ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Shani Nushi në Gjakov. Gjiroja e fundit, dy ndeshjet e fundit që do të definojnë gjithçka për play-off e vllaznimit dhe si Gal Prishtina takohen në Gjakov. Starton ndeshja, topi i parë në duart e Antoine Walker. Nuk shkon ai pasimi i Rrugovës, Helms me top të vjedhur do shkon vetë deri në fund me ngulitje. Duket i disponuar sonte, teksa e shohim Riki Tarantin me lëvizje të mirë deri në fund. Don Polloshka, Helms dëgjuan për 3 pikë, Jerry Cole, Helms. Fenomenal ka qenë Doni, i cili tenton për treshe, realizon. Kuqe zenjeve ndërsa e pam se se ja mori topin Fisnik Rrugovës, vjen kundër sulmi dhe realizon. Helms, bukur kombinojnë, Gjakovarët e vjen treshja nga Don Polloshka. Tarant e gjen depërtimin, shkon deri në fund, betet i shkurtër, por është nga Vlani i dytë. Sinani tek Bedra, Helms dëgjuan për 3, kanë mbetur i shtrirë. Davis do të tenton nga gjysmë distanca, realizon. Gjen depërtimin deri në fund Davis. Bukur lëviz topi tek kryeqytetasi ton të Clark deri në fund, shkon për të realizuar. Bedra. Amri Bedra, fantastik, e kthen topin tek Cingu. Cingu tek Gjitobo. 1-1, Jason Gjitobo realizon. E Gjakovarëve prej plus 14. Clark deri në fund, shkon, realizon. Në anën tjetër ndaljet për 3 pikë, Carter, i cili realizon. Tek Prishtinasit Carter, ndaljet në gjysmë distancë, realizon Carter. Nuk arriti të qëllon Polloshka tek Walker për 3 pikë. Antoine Walker realizon treshe. Me treshe janë Gjakovarët. Pikërisht treshet për bëjnë diferencën. Carter përgjigjet shpejt. Mbetet rezultati Malbashiq. 1-1 me Antoine Walker kësaj radhe realizon. Walker shkon vetë deri në fund, realizon kësaj radhe. Topi në duart e Rashid Malbashiqit e Davis në kundër sulm realizon. Walker deri në fund, shkon, eviton duelin me Malbashiqin kësaj radhe. Kryeqytetasit në kundër sulm, Rrugova bllokohet Pastër. Shushaj gjuan për 3, realizon. Fatlind Shushaj. Tarant depërton deri në fund, Riki Tarant e pam realizimin e ty. Davis. Janjeva ndalet në gjysmë distancë, Muhamed Ali Janjeva realizon. Edhe Tarant. Gjen depërtimin deri në fund, Riki Tarant realizon. Rrugova deri në fund. Janjeva realizon. Muhamed Ali Janjeva në sekundat e fundit, 39 me 44. Shohim si do të përgjigjet tani vllaznimi. Jerry Cole, Helms nga gjysmë distanca realizon, ishte pikërisht Helms kryeqytetasve. Kushit tek Gjitobo që do të gjua nga gjysmë distanca, Jason Gjitobo e 7 rezultatin në Gjakov. Thuaj shifra identike të realizuara në të dyja duelet. 43-49. Helms edhe njeri sakt. Kemi tentim për treshe nga Bedra, i cili realizon në mungesë të Ariana Zemit. Po i beson maksimalisht trajneri Jeronim Osharin, e vjen përgjigje nga Dion Sheqiri me treshe.
Jerry Cole Helms nuk është i sakt, luft për atop, Gjitobo nën kosh e merr atop. Realizon Jason Gjitobo, pika 10 edhe për të në anën tjetër deri në fund. Shpejt e shfrytëzojnë kundër sulmin krye qytetasit. Dante Clarku kthehet pas sheni depërtimin e Dante Clark, ngulitje fenomenale. Fantastik! Edhe në sulme realizime me asistime, por edhe në mbrojtje është fantastik. Jerry Cole Helms realizon sheqiri. Janjeva, përti është Pedra. Mohamed Ali Janjeva, Helms. Jerry Cole Helms realizon edhe një herë. Clark. Dante Clark. Carter për 3 pik realizon Olin Carter. Gjitobo. Walker. Për të përgjigjur vjen trishja edhe nga Antoine Walker. Sinani, Gjitobo. Walker do gjuan edhe njerë për trishën, nuk është i sakt. Kobe kthehet e Gdon Poloshka i cili realizon. Shushaj. Deri në fund Fatlin Shushaj nuk qëllon, është aty nën kosh. Malbashic tek Shushaj. Kthe topin tek Janjeva i vetmuar për 3 pik realizon Mohamed Ali Janjeva. Janjeva, Shushaj për 3 pik realizon. Carter kërkohet, do gjuan me njerë për një trishe realizon Carter. Bukur ai top tek Mahalbashic i cili cilët e nisën këtë qerek të 4 në seri prej 5-0. Helms bukur tek Sinani i cili realizon. Shushaj tek Jordan Davis. Don Poloshka nuk arriti të realizon. Mahalbashic sa e radhe bukur e kontrollon ato në anën tjetër, shpejt vjen kundër sulmi i krye qytetazve. Davis. Gjejnë depërtimin e kthen topin te Carter në korner, realizon edhe njerë. Do të rinë skuadra e vllaznimit bëj diçka më tepër mungesat e dukshme. Vjen kundër sulmi tjetër i. Po shohim lodhjen tek Gjakovarët. Tentuan të rezistojnë edhe pse nisën shumë më mirë ndeshjen. Vetëm 4 pikë për 7 minuta e gjysmën e qerekun e 4 nga vllaznimi tregojnë. Norik Binqe, bukur shkon deri në fund. 68-92 zhuri. Deri në fund shkon zhuri e përballjes. Deri në fund Fatlin Shushaj i arrin. I vetmi që nuk ka qelluar tek Prishtina është Orges Shatri, teksa zhuri qëllon edhe një herë në sekundat e fundit për të vendosur rezultati final 73-94.